Mirëmëngjesi njerëz të mirë. Ndonjëherë na ndodh që duam të realizojmë një ëndër. Mirë po, ndihemi sikur asnjë nuk na kupton. Sikur po ecim vetëm dhe të tjerët nuk po e shohin fare atë që ne shohim kaq qartë në shpirtin tonë. Por e vërteta është se ëndra jote nuk ka për të kuptuar nga të gjithë. Për këtë arsye të është dhënë ty. Zoti ta ka vendosur ty në zemër, sepse ti je personi i dur për ta bërë atë realitet. Mos prit që të gjithë të besojnë ty. Njerëzit shohin vetëm atë që është e dukshme, por ti ke diçka të thellë, ke një ndjenjë misioni, një zë që të thot brenda teje, mos u ndal, vazhdo. Edhe kur nuk kemi duar trokitje, edhe kur ne vetë në fillim kemi ato dyshime tona, keni besim tek vetja juaj, sepse çdo njeri që ka arritur diçka të madhe në jetë, ka kaluar nga kjo fazë, kur askush nuk i ka kuptuar, por ata nuk u ndalën. Edhe ti mos u ndal, sepse në fund, kur ëndra jote të marrë formë, të gjithë do ta shohin këtë. Por ajo ditë do vi vetëm nëse ti sot zgjedh të besosh, edhe pa prova, edhe pa duar trokitje. Pra, ëndra jote është misioni yt. Çoja atë deri në fund, që të lumturosh shpirtin tënd, sepse në fundit për këtë jetojmë, që të jemi të lumtur. Uroj që nga sot mos të hiqni më dorë nga ëndrat tuaja, edhe pse të tjerët nuk ju besojnë. Qofshi mirë dhe miru takofshim në videot e tjera. Bye!